Të nderuar media, si që kemi informu edhe gjatë ditës së djeshme edhe nga Këshilli Organizativ, po edhe nga kolegët e mi për dhomave të tregtisë, industrisë, për Aleancës Kosovare të Biznesit, për klubit të bizneseve, së bashku kemi organizu sot një shenjë proteste, një protest 2 orëshe prej orës 10 deri në ora 12, për me kundërshtu vendimin për me dalë me 1 qershor në tregun e lirë për shkak se institucionet e vendit, ZRE-ja, po dhe institucionet tjera cilat janë kompetente me pregadit tregun, me pregadit kushtet që me dalë në tregun e lirë biznesin nuk e kanë pregadit, mirë po bizneset me dhunë po detyrohen me dalë në tregun e lirë, që nga dalja në këtë treg lirë i cili është sot, në këto kushtet të cilat janë sot, bizneset tona do të pësojnë për shkak se do të ketë një rritje të çmimit të energjisë elektrike prej 220 deri në 270% më shumë. Dhe çka do të ndodhë që do të rritet produkti jonë kosovar, do të rritën shërbimet, vlera, çmimi i tyre dhe do të kurrët prodhimi, do të bie prodhimi dhe do të lirohen, reduktohen vendet e punës. Kështu që nuk ka qenë dëshire jona me dalë sot me protestu, jemi detyru me dalë me protestu dhe kërkesa jonë ndaj institucioneve të vendit është që të reflektojnë në kuptimin pozitiv të gjendet mundësia dhe të shtyhet se ne vetëm një kërkesë kemi që ta kemi një fazë të tranzicionit për me dalë në tregun e lirë. Nuk jemi këtu që t'ja ngarkojmë qytetarëve të Republikës Kosovës, se sot kemi marrë informata që bizneset po dojnë m'ja ngarku qytetarëve, jo, ne mbrojmë qytetarët e Republikës Kosovës, mos mu ngarku edhe një herë me një rritje tjetër në produktet ose në shërbimet që i marrin në vendin tonë. Jemi këtu për me mbrojt qytetarën e Republikës Kosovës, jemi këtu me mbrojt biznesin e Kosovës, jemi këtu për me mbrojt ekonominë e vendit tonë. Po ne kemi kërkuar që t'jetë një vit që të pregaditet edhe tregu, të pregaditet edhe biznesi. Çdo vend, çdo shtet që i ka nxjerr biznesin në tregun e lirë kanë pas fazën e tranzicionit. Ne nuk patëm fazën e tranzicionit. Kërkesa na ka ardhur në fillim të marsit, brenda 2 muajve ju duhet me dalë me dhunë, faktikisht duhet me dalë në tregun e lirë. Tregun e lirë dihet me vullnetin e lirë të biznesit. Krijoja kushtet biznesit, biznesi vetë del në tregun e lirë. Bile edhe qytetarët ish dashur me dalë në tregun e lirë, nëse ti ja krijon kushtet në treg lirë me gjetë çmim të energjisë elektrike më lirë. Jo kundërta, dil në treg lirë me dhunë dhe gjetë çmim të energjisë elektrike më shtresë se që e ki sot të rregulluar ose që e marrëm prej kekut. Janë duke ardhur, do se veçsa ka filluar 10, na veçsa e fillum që 5 minuta, po janë duke u mbush, ja peshim një shumë bloku tërësisht. Nuk e kem një informat 100% a kanë nënshkru dikush ajo, nuk e dim, po shumica që janë anëtarët todës ekonomike nuk kanë nënshkru dhe tani është ajo faza e tranzicionit ku 60 ditë ka për obligim keku, po edhe keku prap me çmim tregut, jo me çmim rregulluar. Të nderuar media, jo biznese, prodhuese, shërbyese, tregtare, të gjitha ju që sot jeni këtu prezent, sot ne organizatat ekonomike jemi në funksion të bizneseve, kërkesave të bizneseve, sepse ne sot këtu jemi për të thënë në emër të atyre 1300 bizneseve të cilat detyrimisht janë të dalë në tregun e hapur dhe kjo e pamundson konkurrencën e lirë. Sot bizneset jo për çef kanë dalë këtu, po për shkak se nuk mund ta përballojnë këtë shtrajtim të energjisë elektrike. Askush nuk është kundër tregut të lirë, por ky treg i lirë duhet të debatohet me sektorin privat dhe të gjejnë mënyrat më të mira siç janë vendet e ndryshme të Ballkanit perëndimor. Kosova tash është duke prirë me rritjen e çmimit më të lartë dhe kjo rritje e çmimit vjen në kohën kur në gjithë botën çmimet janë në rënje, është sezon verore, derivatet e naftës janë në rënje dhe ne kemi ngrit çmimin e energjisë elektrike. Prandaj kjo kërkesë është nga ZRE-ja që të rishikon vendimin, të kthen vendimin, të gjejnë mundësitë më të mira të mundshme për këta biznese, për këto biznese të cilat janë fuqia më e madhe ekonomike e vendit. Dhe ne jemi sot këtu për të dhënë një mesazh publik, jo mi ngarkue qytetarët, po mi liru edhe qytetarët, sepse ngritja e çmimit të energjisë për biznese do të thotë ngritje e çmimeve të shërbimeve, të çmimeve të ndryshme që kanë të bëjnë me jetën e përditshme qytetare. Këshilli Organizativ do të mbledhet dhe javën e ardhshme do të jetë një hap tjetër, gjithmonë duke respektuar të drejtën e protestave në mënyrë demokratike. Faleminderit.